Aty, ajo që nuk e bënte normën një ditë, dy, të tretën, e vrisnin me lopatë dhe e linin aty në kënet. Atje ku hapnin kanali, se hapnin kanali për tharjen e kënetës. Ajo që nuk dilte dot nga kanali, e linin aty. Gjeshta të vdiste. Po t'ja u thua është rinjve sot, thonë, s'ka mundësi të ndodhë kjo. Dhe kush t'ja bënte shqiptarit, se ti ishte një tjetër, edhe mundet që të bënte vakin gjeti. Me gjithë se nuk ka berë, me përjashtim të Hitlerit me qifutët. Dhe përse? Sa e vinte nga i familje intelektualesh, vinte nga i familje pasanikësh, vinte nga i familje që nuk e deshte Enver Hoxhën, apo sistemin e ti, dhe duhet të përfundonte në minjerë, ta zinte minjerë atje që ka akoma kufoma që nuk kanë dalë nga minjera, se po të zinte minjera ini me tonelata dhe të bini si për e gure shkem, që s'kishte perëndi që të nxirte, jo, ne të nxirnim shokët aty. Kështu që ishte e të mërshëm, veç torturat që të shkaktonin dhe policia, për mos një bindje, apo pse pinje një cigare në resht, të merte, të fute në dru, të shqepte në dru, të fute dhe në biruc, pse pive cigare në resht. Ose pse s'bere normë që ishin të më të zakonshme, pse se bere normë, ose bëjnë tot, pse se bere. Të linin atje 3 turne, pa ngrenë, pa pirë, s'kishe fuqit që ndronje më kem, jo të bëjnë normë. Mirë po, për të menduar që të nesme do vinje dhe do mendonje të bëjë normë se do të rinje 3 turne atje në minjerë. Ishin të të mërshëm. Burgjet e komunizmit ishin të të mërshëm. A ju një mund të shpresa? Të njeri u shpresa vdes e fundit. Dhe ne, po të na kishte vdeku shpresa, do këshim vdeku nem për para. Kështu që shpresa në mandë gjithmonë gjallë. E mendonim që do vinte një ditë që ne do shpëtonim nga ato kthedrat të mërshme. Po se menduam kur që do të zgjatë aq shumë, po më në fund ajo erdhi. Kishet shpresë se do të dilnit nga burgu si shpresë e parë dhe shpresa e dytë se regjimi do ndryshonte? Shiko, deri në vitin 82, të them kështu, unë në vitin 82 kishe bërë 6 vjetë e ca burg, 7 vjetë. I kishim të prera të gjitha shpresat se një ditë mund të dilnim nga burgu. Kushdo, unë nga natyra kam qenë qik optimist, kështu dhe shtoshe do dalim, bilet të rinjve ju bënje këtë propagandër, ishin dënuar 5 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë. Ore, mos e varni vetë kështu vetë, se ju do dilni, jini të rinj, do dilni, do dalim të gjithë, po ju do dilni për para, se jini dënuar pa, dhe më ju jep një kurajo të tjerve, kurse për vetë ishe shumë pesimist, që thoshe s'ka mundësi që të dalim neve nga burgu. Mbas 82-shit, mbas vrasjes së Mehmet Shehu, mbas vdekjes së Hysni Kapës, që edhe vdekja ati, nuk dhjetë se akuzuan të tjere të akuzuan Lambizi që ishte sigurisht e ajo një nga ata që kishte helmuar. Sigurimi gjerë në atë kohë ishte e fundit që u godit nga të gjithë ministritës. Ishte e fundit që u godit Ministria e Punëve të Brendshme. Ministria e Punëve të Brendshme ishte ajo ministri që mbante më kem sistemi. Dhe kur u godit ajo, a here filluan të lindni shpresat se në një ditë dhe jo shumë gjatë do të dilni. E dyta, Enver Hoxha ishte keq. Ne merrnim informacion, edhe në burg kishim informacion të plot nga jashtë, se vini familje të benin, sidomos këto të Tiranës që ishin më afër Enver Hoxhës, merrim që ishte keq. Edhe sido që t'jetë puna ajo ishte me ditë, jo sot jo nesër do vdes një ditë, se nuk do thahet mi dhetë. E po vdiq ajo do të bjerë edhe sistemi. Ka në burgjet e sistemit komunist, unë do t'i ndaja në 2 grupime. Të burgosur të grupimit të shtresave të përndjekura të nacionalistëve, që i përkisin dhe juve, dhe grupimin tjetër do t'a qonja ata njerëz që ishin nga vetë radhët e sistemit komunist të familje ish komuniste. Kështu ishte.
Cili ishte qëndrimi i palëve dhe si ja kalonit aty në burg? Çfarë kujtimi do të sillni ju për këtë rast? Kështu ishte, në burg ishin dy grupime. Ishin nacionalistët, ishin dhe revizionistë. Kështu i quheshin ata që vinin nga shtresat komuniste, quheshin revizionistë. Valla këta ishin ata që do të reviziononin partinë e punës, si që bere partia e Krushovit në Bashkimin Sovjetik. Se Krushovi ishte një nga ata që revizionoi partinë komuniste ruse. Dhe kështu quheshin revizionistë. Ne bënim pjesë në nacionalistët, se prejardin ande e kishin. Mirë po ishte një gjë që ata revizionistët, pavarësisht se vinin nga shtresa e tyre, ata anin më tepër dajak se sa neve. Se ndoshta edhe me ne kishin 50 vjetë që mershin, edhe ishin lodhur. Filluan të godisnin, se ashu ishte ajo sistem. Sistemi komunist ishte, si e kam përsaktuar edhe shumë djetar, që ishte një kuqedër që hante klyshtë e saj. Edhe kjo ishte. Bile, kam pasur një shok të ngushtë. Sot mund tjetë në New York. Nuk kam komunikuar shumë. Kam një vit që s'kam folur me ta. Uran Kostreci. Edhe kur benim në një bisedi, thoshim Uran, edhe pak kohë edhe do dalim nga burgu. Aman thësh, e të bëj edhe 5 vjetë më shumë, po t'i lem kohën Verogjës që t'i haj vetë këta të titë, që nesër ne kur të dalim të qetë, të mos kemi probleme që ky na ka bërë kështu e ky na ka bërë kështu. To t'i bëj, kur kam bërë 25, do bëj edhe 5 tësh Urani, po ama të dalë nesër edhe ta kem veten të çliruar, se i kanë ngrënë veten Verogja, të mos kem un problem me ata, me kuptimin e fjalës. Cili ishte qëndrimi i tyre brenda, çfarë thoshin rryma e këtyre që ishin si revizionistat, ishin dënuar nga sistemi atëhershëm? Shiko, pavarësisht se bën nga 20, nga 25, ndoshta më pak apo më shumë, s'ka të bëj ajo, po ata mbeqin me pikpamje komuniste. Kishte nga këta, kishin bërë Magjoqoma, i shoqi Liri Belishovës, që ndoshta shumë se dinë se kush ish Magjoqoma. Liri Belishova u përjashtua edhe e dërgua në Cerik edhe e vunë kështu që pastronte këto palatet, pastruse palatesh. Liri Belishova ishte dyshi për atë periudhë në Komitetin Qendror. Nuk ishte as Hysni Kapo, as Ramiz Alia. Dyshi ishte, pas Enverit vinte Liri Belishova. Liri Belishovës i bëri një nder që nuk e dënovi me burg, po më tepër e përzvali një dyshi i një shteti të vej të pastroj apartamentet. Megjithatë, ajo ish punë midis tyre, ata e dinë si i kanë. Kurse Magjoqoma i shoqi Liri Belishovës, u burgos në burgun e Burelit, që më 62-shin, se Liri Belishova u godit pas konferencës të 81 partive në Moskë. Balla si mbrojtje e ideve mbrojtëse ideve të Krushovit. Si revizioniste, me kuptime, jo si po revizioniste. Edhe Magjoqoma u dënua që në 62-shin. Edhe më 80-ën, ose më 82-shin i dërgonte, që më përpara, po unë atëherë më ka rënë rasti që ta atakoj të ashu vetë, me sytë e mi, që ndoshta jo me të thënë. Që i dërgonte për ditëlindjet e Enver Hoxhës, i dërgonte jetë të gjatë shoku Enver. A kishte më vend për këtë të dërgoshte, a i po kalbësh në burg, i umbi tërë jeta e ti, e i dërgon të jetë të gjatë. Po mor budal, pse i dërgon jetë të gjatë ati ti, se do të ngordësh këtu? A i kështë pyetur në njëherë pse i dërgon telegram? Ate jo. A kështë frikë? Ate jo, nuk e kam pyetur. Kurse Gjinë Markun e kam pyetur. Jo, s'kështë frikë. Jo, s'kështë frikë. Shikar, në burg nuk kam pasur frikë.
Jo se kam qenë trim. Unë kam parë punët e mija, edhe atje kam parë punën time. Kishe atë rrethin shoqëror që bënin, po frikë s'kam pasur kur. As nga polici, as nga këta që ishin edhe si bashkëpunëtor të sigurimit. Po Gjinë Marku ti kanë thënë, ore Gjinë thesh, ti ke arritur në kush ishte dhe kush je. Kush ishe ti thesh, dhe kush je sot. Si dërgon telegram, ti thua jetë të gjatë. Ti jetë të gjatë edhe unë jetë të gjatë këtu në burg. Që ku? Nuk e di çfarë logjike. Pse dhe Gjinë Marku i dërgon të telegrame Enver Hoxhës? Po, për çdo ditëlindje, kishte ditëlindje, i dërgonin jetë të gjatë telegram Gjinë Marku, ky Maqo Çomë, e shumë të tjerë. Për këta po mbien ndërmend, se s'po mbien ndërmend të tjerë që i di që i dërgonin, po i dërgonin. Dhe më ata që ndronin Todi Lubonja, po, këta... E çfarë thoshe Gjinë Marku, kur ju i thoshet që pse i dërgon telegram atij që të ka dënuar? Së më ka dënuar ai. Nuk më... Po këtu ishte budallaleku i atyre, që thosh së më ka dënuar, po kush të dënovi mu, që se dënovi ai? A kishte burr në Shqipëri që ta dënonte Gjinë Markun pa dijenin e Enver Hoxhës? Ose të shokëve të tyre? Po këta ishin budallej, ju kishte hedhur, të përdor atë fjalën që nuk duhet, ju kishte hedhur trut e gomarit e Enver Hoxha këtyre. Mos ndoshta kishin shpresë. Shiko, ai ishte aq i squar për t'i manipuluar këta me njëri tjetrin. Edhe po mos ishte i squar, nuk e mbante atë sistem, këtë duhet ta pranojmë. Pavarësisht se ishte i squar për të keqe, për të këqija, po ishte gjë e squar. Dhe po mos ishte gjë e squar, nuk e mbante atë pushtet 50 vite. Ky i manipulonte me disë njëri tjetrit ata, sa thoshin, ky mua më do, këtë nuk e do. Erdhi puna kur u vrame me qeu, mbas 3 ditë dërgoi Kadri Azbini në Çorush të Mallakastës që ta prishte muzeumin e Meçeut, se kishin bërë një muzeum në Mallakastër në shtëpinë e Meçeut, kishin bërë një muzeum e dërgoi Kadri Azbini. Dhe Kadri Azbini u mbush mendja që ky ishte më i besuar i Enver Hoxhës, derisa më dërgoi të prish muzeumin e Meçeut. Unë që kërkam i besuari. Edhe pas një jave e futi e kura. Ja, kjo ishte taktik që loste ai me ata. Loste si macja me miun. E kur vinte puna, ju ante kokën. Ja, kjo ishte. Po personeli i burgut, ja bënte më të dhimbshme, apo edhe ndonjëherë ja lehtësonte jetën aty brenda? Shiko që më ka ndodhur në burg. Në Minjerë, thash Minjera ishte fut që atje dhe takoheshe me shokët, se s'di ishtë dilnim apo s'dilnim. Se Minjerat ishin shumë primitive, shumë të rrezikshme. Me qelloj që më zuri Minjera, dhe më zuri më thye kemë, më theu kemën, këtë kemën e djathtë. Më nëzorën shokët atje me 1000 sikletes. Më zbritën në kam, kurisë më ka zbritur që ka vendi punës deri në kam, më ka zbritur në kurisë në kam. Nese kishim një doktor, nga Vlora ishte një Elam Asani, i burgosur edhe ai. Zbritëm në kam, më hodhi kemën në Allçi. Të them të drejtën, me si mi ishte bërë kemba, ai ishte si doktor, si specialist ishte i mirë. Ama si shpirt e kishte të zi. Shpirt zi. Kemën unë e kam shumë në rregull sot, mbas kaq vjetëve që po flas.